Jemi para zgjedhjeve. Po. Kush i fiton zgjedhjet e 2025-s dhe çfarë do ndodh me opozitën shqiptare? Nuk di ç'të them, po këta që kanë bërë sondazhet, që më kanë dhënë mua këta ndërkombëtarë që bëjnë sondazhe, PS-ja është përpara. Nuk e di sa përpara është, po më kanë thënë që është përpara. Edhe ka dhënë dhe shtypi. Që nga sondazhet del se ç'do vi në fushat elektorale, nuk e di, se mos kujto se janë tani këto sondazhet. Varet cila do jetë fushata elektorale, është elokuenca, potenca e fjalës, potenca e ides dhe programit në një fushat elektorale, e cila njëherë bëhet sekret. Ajo del muajin e fundit. E di sa më pëlqeu kjo, se të gjithë mendojnë që Partia Socialiste ka të sigurt fitoren. Do ta shikojmë nga fushata elektorale. Po. Do kemi ndryshime të mëdha në aspektin që Edi Rama do të sërish kryeministër, po në strukturat e tjera, si mendon? Dikët edhe më gjë. Ku ishe? Atë ku kam qenë. Marri fond. Ku je? Atë ku kam qenë. Është në çam. Një jetë gjatësie një kryeministri në Shqipëri që ka nevojë për zhvillim të tregut, të industrisë, të shumë gjërave, të bujqësisë, të raportit me migracionin, janë shumë gjëra. Është konsum pushteti gjatë. Pse budallëjshën ata filozofët e mëdhej anglosakson të Amerikës që nuk lejuan më shumë se 8 vjet. Po, Edi Rama ndërkohë ka bërë 8 vjet. Po i pyeteni. Amerika nuk të lë. Unë them sot Amerika ti thua e drama tani. Do tallesh me mua ti? Pyete. Jo se bëra një llogari të thjeshtë. Po jo, pra unë të them që ligji amerikan kur e vendosën ata që ka triumfuar në gjithë botën 8 vjet. Rjesht. Këta e marrin spunto nga Enver Hoxha, 40 e kishte ai. Këta sarin do 40 e kishte. Këta sarin do 40. Ai e kishte 40, po ndroi jetë. Paliri. Po, ndroi jetë që iku. Apo jo? Tjetër gjë më? Tjetër gjë. Po 40 vajti. Edhe këta, po të presim sa të ndrojnë jetë 40 në vend, po të rinë. Ku di unë?